Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seance paraprake pa gjyq i pandodhur në historinë e botës. Çfarë është përveç se ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ, përpjekja e një shoqate përfaqësuesish të gjyqësorit për të rritur pagat e veta me gjyq, që kur në historinë e republikave me 3 pushtete, pushteti gjyqësor llogarit paga dhe përcakton politikat e pagave apo të taksave të një vendi. Çfarë është rasti më i fundit? Përveç se ndërhyrje në territorin e pushtetit legjislativ, vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare. Hapu dhe, i thonë kësaj.